Presidenti rus Vladimir Putin është vetë ofruar për të negociuar fundin e konfliktit mes Izraelit dhe Iranit, edhe pse në një kohë kur Moska ka intensifikuar agresionin në Ukrainë. Duke folur për agjencitë kryesore ndërkombëtare në Shën Pjeterburg, Putin sugjeroi se Moska mund të ndihmojë në arritjen e një marrëveshjeje që do t'i lejojë Teheranit të zhvillojë një program bërthamor paqësor dhe njëkohësisht të adresojë shqetësimet e Izraelit sa i takon sigurisë së tij. Putin tha gjithashtu se bëhet fjalë për një çështje delikate, por u shpreh besim plot se mund të gjendet një zgjidhje. Ai shtoi se propozimet ruse i kanë ndarë me Iranin, Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara. Nuk po i imponojmë asgjë askujt, thjesht po tregojmë mënyrën se si të gjejmë një rrugë zgjidhje. Por natyrisht vendimi u takon liderëve politik të gjitha këtyre vendeve, sidomos Iranit dhe Izraelit, theksoi Putin. Gjatë takimit, shefi i Kremlinit u shpreh i gatshëm për t'u takuar me homologun ukrainas Volodymyr Zelenski, por vetëm në fazën finale të negociatave që synojnë dhënien fund të luftës. Por pyetja që shtrohet është se kush do të nënshkruajë akordin, tha Putin, duke vënë në dyshim legitimitetin e Zelenskit, mandati i cilit skadoi në maj të vitit të kaluar, kohë nga e cila nuk janë mbajtur zgjedhje për shkak të ligjit ushtarak. Putin shtoi mëtej se Rusia mbetet e hapur për të rivendosur kontaktet me partnerët evropian, ndërsa theksoi se Donald Trump ka të drejtë kur thotë se po të kishte qenë ai president në vitin 2022, lufta në Ukrainë nuk do të kishte nisur.